Jam përpjekur që të vëzhgoj gjatë kësaj fushate, unë kam punuar në 3 ndrime. Pra, anë mbon komunave të Kosovës dhe jam përpjekur që të vëzhgoj përgatitjet për zgjedhje, sepse zgjedhjet komunale, lokale janë jo më pak të rëndësishme se sa ato parlamentare qendrore, duke qenë se qytetarët e Republikës janë njëkohësisht edhe banor të komunave dhe është teje të rëndësishme për mirëqenjen, dinjitetin dhe cilësinë e jetesës në përgjithësi se çfarë kryetar të komunave do të kenë. Flet votimi ishte i thjesht, i kishte vetëm 2 emra, njëri prej tyre do e mos bëhet kryetar në mbrëmje, andaj edhe një herë i ftoj qytetarët që ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për ta zgjedhur kryetarin e komunës së tyre. 18 komuna ku mbahen zgjedhjet sot në balotazh janë më pak se gjysma e komunave të Kosovës, por nëse shikoni se për cilat komuna bëhet fjalë, është e qartë se janë mbase mbi 80% të popullsisë së Republikës. Është e qartë se janë mbase mbi 80% të popullsisë së Republikës.